Mungesa e edukatës, ja. Ka qenë një ballafaqim shumë i vështirë në studio. Jeni ndrejsh me Gjenetën ajo? Para prakisht ato që dashta me thonë për mesazhin tem si nuk është vlerë, edhe pse nuk është vlerë, e thasht në atë kohën e prime, tek neve shumë pak ke mujt me taku njerëz rrugës që është apasionum, kështu që nuk është se më duket ka pas ndaj efekt. Nuk kam pas konflikte, përkundrazi unë nuk e njoh personalisht, nuk më ka afektu, unë vetëm flas në aspektin profesional edhe në bazë të secili individ kur është publik, ato çfarë mu m'jap me pa dhe çfarë është publike. Nuk jam prish ndonjëherë as jam drejt ndonjëherë, kështu që nuk është se Keni taku pas atij ballafaqimi live me të? Jo. Po nëse takohesh? Nuk e di, normal si njerëz të tjerë, nuk e di, nuk e specifikoj. Për mua nuk është diçka e përshëndet? Nuk e di nëse, nuk kam ndonjë farë ide, me thonë drejtën në përgjithësi, mundona jam personi i cili vërtet mundohem me qenë e sjellshme dhe me pas mirësjellje me të gjithë. Kështu që mendoj pasi duke pas parasysh këto, jo si Gjenet, po si individ. Ndoshta e përshëndes, po jo në atë aspekt, nuk kam diçka me shtu, ajo është vetëm një vlerësim i jam në aspektin profesional dhe mendoj si ka qenë profesional, po nuk ka qenë diçka personale, nuk e njoh personalisht, asnjëherë nuk është tendenca me lëndu dikënd, kaq. Na tregoni, ballafaqimi jot me Gjenetën në studio ishte paksa i ashpër. Si u ndjeve në ato momente? Pa dyshim nuk u ndiva mirë, ishte diçka pa pritne edhe diçka një pozitë cilën vërtet nuk isha dash mu ballafaqu, aq ma shumë me ofendimet, jo që shumë më lëndojnë ofendimet kur vërtet unë e kom përshkruar në atë mënyrë, po mënyra trajtimi vërtet degradues. Mendoj si aty, nuk e di, u bo diçka e madhe, pa qenë e madhe. Mendoj si ka qenë një mendim shumë profesional edhe i cili është bazu në ato çfarë ajo ka prezantu për neve si shikues. Kështu që nuk ka qenë diçka konfidenciale, nuk e kom njoh personalisht, nuk kom pas ose nuk kom të bëj me personin e saj, edhe pak një pozitë jo e lakmueshme, po. Cila ishte përgjegjja